Zoti Llapashtica 5-6 mijë nga diaspora, që u tha se udhtojnë në forma të ndryshme, qoftë të organizuar ose në mënyrë vetanake, po nga Kosova do të nisën drejt Strasburgut? Sigurisht, po. Mrena organizatës duke i përjashtu evidencat e qytetarëve që nuk janë, domethënë, strukture veteranëve dhe në bazë të komunikimeve të brendshme që i kemi dhe kryetari Ngocati dje ka deklaru, dikon parashifet që 1000, domethënë, pjesëmarrës të jenë, domethënë, nga Prishtina, nga Kosova në këtë rast këtu. Mundet kë numër me varju plus minus, po plus mundet me varju me numra më të mëdha që na nuk i dim, po domethënë në bazë të konfirmimeve me ma pak mundet me varju shumë numër i vogël, po aty dikon domethënë na i kemi bë përgatitjet për arsye se edhe format logjistike edhe për neve për këtu i tjenë kontronda se domethënë atje vetëm me aeroplan ose me vetur, po apo me naj përmes agjencioneve të gjithë këta njerëz pjesëmarrës është dashur të shkojnë dhe nuk kemi qenë domethënë në aspektin financiar që thash përpos njerëzve vullnetarë dhe ndonjë donatori, domethënë nuk kemi pas ndonjë përkrahje institucionale në këtë rast. Protesta e Tiranës domethënë ka qenë ma afër edhe komunat, domethënë shumica komunave kanë siguru transportin me autobus. Po në Strasburg, domethënë mrena ditës, që tha zoti Sufe, atje do të shkojnë, do të protestojnë një orë, do të kthehen. Pastaj nëse udhton me agjencion me bileta kthyese dikush me vetura, domethënë pa pushime nuk është e lehtë kjo as për pjesëmarrësit nga Kosova. Mirë, po ka qenë një shumë prej tyre do të udhtojnë me qindra kilometra për të marrë pjesë në protestë. Nëse di të bazu, po flasë edhe në njerëz që i njohim direkt, disa vetëm domethënë udhtojnë sot, disa nesër, dikush ka planifikuar të qëndron në natë, po domethënë është edhe një kosto e atyne që marrin pjesë, kështu që domethënë na si organizat jemi ndier në pozicione që nuk kemi mujtë shumë. Kur shtetit është në funksion rreth këtyne, apo kur domethënë krejt institucionet kontribuojnë këtë drejtim, unë mendoj që kish me qenë ma lehtë sikur ambasadat e akreditume, për arsye se ata ambasador kanë ardhur si shka si Lirisë Kosovës, për arsye se në këto ambasadat Bashkimit Evropian dhe të Evropës kanë qenë ambasador të nacionaliteteve tjera jugoslave, dikun ka qenë edhe naj shqiptar, po që ju kanë në shërbim tyne 100%. Kështu që unë mendoj që ka pas obligim se cili njeri i cili përfaqëson diçka mrena Republikës tonë, domethënë që të jep kontributin e vet jo për qëllime personale apo grupore a klanore, ushtria slirimtare ka qenë e popullit, nuk kemi bo luft për një komunë ose një territor, kemi bo luft që Kosova të lirohet, kemi arrit deri këtu mirë edhe besoj që ditë më bashkue për potencial edhe dëshmine ambasadorit Hill, i cili ka qenë njëri për njohësve më të mirë të situatës në periudhën kur ka qenë në Kosovë si krye negociatore, i ka njoftë edhe krahun luftarak, domethënë tregon shumë qartë që edhe deklaratën e Miloševićit që shqiptarët s'mund të bëhen bashkë edhe na duhet me veprue. Na ditë më bë bashkë në të rrethona, domethënë me diasporën, me gjitha mendimet politike që ishin këto, e përfundum procesin shumë mirë edhe në Ramboje, e fitum pavarësinë, unë njohëm nga shumica e këtyre vendeve, po vinë njerëz më eminent nga Shtetet e Bashkuara me dëshmue, domethënë gjithçka çka ka qenë e vërtet, domethënë edhe duke kundërshtuar në tënësi gjithçka çka flitet në akuzën e prokurorisë të përgatitur në Beograd, kështu që mendoj këto kanë qenë të mjaftueshme si argumente edhe elemente që na si shqiptar s'paku t'jem më aktiv. Jo si shqiptar qytetar, po si institucion, është e vërtet që institucionet e Republikës kanë qenë të shtonguna në këtë fazë. Nuk e di, unë mendoj që ata është dashur me formuni ndoshta një grup konsultativ, jo qeveritar, me avokatin e popullit,
të mos kursehen në resurse njerëzore apo në ndonjë ndihmë logjistike. Pse po them to? Kur një agjencion privat, domethënë është në gjendje me ofru 3 autobusa, 5 autobusa, ose kur një kryetar komune me një buxhet më të vogël siguron diçka, domethënë për pjesëmarrje jashtë vendit, ose kur dikush me këto torna, me këtë inflacion, shpreh disponimin me kriju çato shpenzime për çështjet të Kosovës, unë mendoj që institucioneve nuk ju ka vyer më shumë, por sido që jetë ndërgjegjen e tyre, është e vërtetë që neve nuk na kanë nal. Këtu kemi pas pengesa, domethënë edhe zona të ndryshme, edhe gjatë rrethon autokupimit, edhe gjatë luftës, por na nuk kemi ndal. Na domethënë kemi misionin tonë, e këshyrim targetin e fundit ku më mbri dhe besoj që edhe ky mision ka me përfundu pozitivisht. Sigurisht e urojmë që gjithçka të shkojë mirë mbar sipas pritshmërisë tuaj, sipas analizës suaj, edhe në bazë të tri protestave të kaluara në Tiranë, Prishtinë dhe Hag. Cili është ndikimi i këtyre protestave te përqimi real i mesazhit në kërkesën për drejtësi? Unë mendoj që na çdo protestë e ka rolin e vet. Na edhe pse i kemi organizuar protestat asnjëherë nuk kemi bën ndërhyrje në proces të drejtësisë. Na kemi protestuar kur kemi kuptuar domthonjë që gjykata edhe mas përmbylljes ton atij procesis të rgjatur 3 vite diçka të prokurorisë kanë mbyll procesin me dëshmitarët e saj, edhe mas anej ka pranuar edhe disa prova nga Beogradi. Domethënë kemë dihet më botnisht se të gjithë këta dëshmitarë njëherë kanë shkuar në Beograd, kanë qëndruar një kohë, jenë përgatit, çka me fol, jenë plotësuar me dokumentacion edhe pasi kanë shkuar atje. Neve s'na ka penguar shumë kjo se di misionin edhe të Serbisë edhe të atyne njerëzve. Kemi pas arrestime edhe qysh ke rasti djetë që ndërprej gjykat të njerëzve që punojnë ende për bijan serbe këtu, si këta dytë Ferizajt edhe dje ka qenë një proces gjyqësor, po tha jam smut, i angazhumi, kështu që na si pjesë e luftës, po jo ne, po gjithë qytetarët e dinë se çfarë misioni ka Serbia. Serbia ka çështjen e fundit e ka pas këto me Kosovën që të mundet edhe këtu e ka pas me gjykatën ndërkombëtare për njohjen e shtetësisë që ka qenë një ofanziv, por roli unifikues shqiptar atëherë i të gjitha institucione nga presidenti deri të nivelet më të ulta domon arriti që na të jemi ne edhe të nxjerrëm jo po gjykata ndërkombëtare njofti që Kosova ka pas drejt shtet. Edhe tash kjo është domethënë si më thon ajo vegza e fundit që qeveria e Serbisë ka këshyrë që edhe këto të mundohet diçka dhe mendoj që ky po shihet si misioni i fundit të çykës. Na si luftor e kemi mendue që misioni ynë i fundit përfundon vitin 99 me përfundimin e luftës, po për shumë që 25 vite, domthonë emri i ushtrisë lirimtare të Kosovës është apostrofuar nga njerëz të lloj-llojshëm, nga shërbëtorët të Serbisë, është apostrofuar për institucionet e Republikës së Kosovës, njerëz që kanë punuar në drejtim janë quajt me terma ma të pahijeshëm, edhe mendoj që kjo ka me mete përjetësisht në historinë e ndërgjegjes së cilit, i cili komunie i turpruam para fëmijëve të vet, mas një periudhe shumë të shkurt, domethënë të përfundimit të misioni, qysh kemi pas raste për shembull të bashkëpunëtor të periudhës së Miloševićit edhe pjesëmarrësve me forcat tyne për me krye krime që sot ecin me kokulur në qytetet e tyne ose para fëmijëve tyne ndjen të turpruar. Unë mendoj që çdo deklaratë e cila ka qenë për qëllime të tjera, qoftë politike, qoftë personale, individuale, ka me qenë shenja më turpnuese se cilit prej atyne që e kanë përdorur, kështu që na besoj që këtë mision me disponimin e këtyre njerëzve se thot një ambasador dhe një delegum i sekretarit përgjithshëm Shtetit e Bashkuar të zonës Albright, që ka qenë ambasadori Chris Hill, që e kom një obligim të vetë dëshmoj në këtë gjykat
dhe më thonë që për çka po mohon ka gjatë edhe të sqaron gjithçka, unë mendoj që nuk dën tjetër mesazh dhe mendoj që dëshmitë e tyne janë më të forta edhe se na për arsye se kanë qenë një strathona më shumë edhe se na vetë pjesëmarrësit luftë për arsye se ky e ka vizituar Beogradin atë kohë, ka vizituar Prishtinën, po i ka vizituar edhe terrenet e luftës ku janë forcat e OÇK-s edhe forcat serbe, i ka vizituar gjitha krimet e masakrat, por sidoqë tjetë unë mendoj që dhe më thonë, qyshta ambasadori, une e ku mbrojt politikën amerikane dhe kjo del që kjo projekcion edhe shteti unë është projekt amerikane dhe kur nuk dyshoj që dhe më thonë do të vyhet në pikpyetje as misioni ushtrisë lirimtare, po as shtetësia e Kosovës. S'po kjo është mendimi im si luftar. Zoti Jusufi, një mesazh të lutem për kolegët tuaj veteran që janë në diasporë, por edhe qytetarë të tjerë që mbështesin luftën për livi, por edhe këtë thirrje për drejtësi në protestën që zhvilloni në Strasburg. Po i ftoj të gjithë ndërtimtarë, qytetarë, veteranë që të marrin pjesë në këtë protestë, pa marrë parasysh se cilës parti apo lyje politike i takojnë, se ushtria qeveritare e Kosovës nuk i takon asnjë partie. Partia vetme e ushtrisë qeveritare të Kosovës është kombi shqiptar. Prandaj i ftoj të gjithë që protestojnë kundër padrejësive që po i bëhen bashkëluftëtarëve tonë luftës për liri të ushtrisë qeveritare të Kosovës. Prandaj ftoj të gjithë që të dielën për orës 13 deri në 14 të marrin pjesë masafikisht. Faleminderit shumë, faleminderit që u lidhe drejt për drejt me ne, suksese juve. Faleminderit gjithashtu. Veterani i ushtrisë qeveritare të Kosovës, Recep Jusufi, mërgjimtar në Strasburg, atje ku zhvillohet protesta të dielën. Zoti Llapashtica, edhe nga ju një mesazh, natyrisht është një protestë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. Cila është porosia, cili është mesazhi juaj sot 2 ditë para protestës? Sot 2 ditë para protestës më pëlqej edhe mesazhi i bashkëluftarit e bashkëdhëtarit që tha, domethënë organi jon apo shtëpia jon është kombi jon. Na bojmë thirrje që të bashkohen këtë protestë, secili që ka mundësi, se na nuk mund ta obligojmë, për arsye se e dim që dëshira e shumëve ka qenë edhe në protesta tjera, po mundësia s'ka qenë. Ju bëjmë thirrje gjithë atyne që jetojnë në perëndim, po edhe shqiptarëve këtu që të bashkohen kësaj proteste. Mendoj që nuk kemi me zhgënjë edhe ky organizim bëhet për Kosovën edhe për ushtrinë çlirimtare, nuk ka emra të përveçshëm këtu se po na për studio të ndryshme duke mos e keq përdor, po apostrofohen, po personalizohen senet, domethënë misioni i Serbisë dihet që ushtria qeveritare dhe drejtuesi janë ndërmarrje kriminale, domethënë ajo është targeti i saj. Na nuk kemi me lejue, jo ne, po ne besoj që këto nuk e pranojnë vetë bota perëndimore se ata kanë qenë nonën tonë, jo nonën e Serbisë. Ne ju bëjmë thirrje edhe ne gjithëve që të na bashkohen këtë protestë. Mesazhi jonë është drejtësia, kur gjë më pak se drejtësia as më shumë. Na nuk kërkojmë lëmosh, as nuk i përgjerohemi kërkojna. E bëjmë këtë thirrje për arsye se e dim çka kemi bë, ne e dim rrugtimin tonë, po flas na gjallë, dëshmorët kanë rënë dhe nuk mundson të flasim. Na jemi të gatshëm për punën që e kena bën më ballafaqu. Qysh kam pas disponim drejtues të saj për çdo proces në mënyrë vullnetare, edhe me arsyetu, me argumentu, me dëshmi të kohës të vet, jo me analizat pas luftës edhe të njerëzve domethënë që s'kan qenë pjesë e ngjarjes. Kështu që unë besoj që ka me kon për një protestave që prap kemi me qenë shembull për të mirë para vendeve evropiane atje ku po aspiron edhe shteti, po edhe para miqve tonë, edhe kemi përfundu mirë edhe këtë protestë, edhe pjesëmarrja s'ka me mungu. Ju falenderoj shumë që erdhët sot, ju uroj shumë suksese, që gjithçka të shkojë mirë e mbar në Strasburg. Faleminderit edhe juve për ftesën edhe misionin si media transparente, se pa media tas na nuk mujmë me bë sensibilizimin tonë, kështu që gjithherë jeni të lartësuar të na si organizat për gjithçka që keni nevojë, që na mendojmë që mujmë me qenë në mbështetje të ju, mos hezitoni. Ju falenderoj. Shumë faleminderit shumë.